Benita ju afrua lëndrimit me një shprehje serioze në fytyrë, sikur po sillte një informacion që nuk ishte as pak i lehtë për t'u dëgjuar. Ajo i tha se kishte dëgjuar diçka nga Eli dhe se ajo që ishte thënë për të nuk do ta besonte lehtë. Tonin e kishte të matur, por mjaftueshëm të ngarkuar për ta bërë lëndrimin të ndalonte dhe të dëgjonte me vëmendje. Sipas Benitës, Eli kishte thënë se Klodi dhe lëndrimi kishin pasur shumë ndikim tek ajo. Një deklaratë që, sa po u tha me zë, krijoi menjëherë një ndjenjë hutimi. Lëndrimi reagoi i surprizuar. Ai e mohoi menjëherë këtë gjë, duke thënë qartë se nuk ishte e vërtetë dhe se ai personalisht nuk kishte pasur asnjë ndikim tek Eli. Për të, kjo deklaratë nuk përputhej as pak me realitetin që ai kishte përjetuar. Ai shpjegoi se marrëdhënia e tij me Elin kishte qenë korrekte, por kur dominuese apo ndikuese. Sipas tij, çdo vendim që Eli kishte marrë kishte qenë i saj, dhe ai nuk e kishte orientuar, shtyrë apo manipuluar në asnjë mënyrë. Lëndrimi e theksoi këtë me bindje, sepse nuk donte që emri i tij të lidhej me diçka që nuk e ndjente si të drejtë. Benita e dëgjoi me kujdes reagimin e tij. Ajo e kuptoi se kjo situatë mund të krijonte keqkuptime të mëdha në shtëpi, sidomos në një ambient ku fjalët shpesh shtrembërohen dhe përcillen nga njëri tek tjetri me ngarkesa të ndryshme. Për të, ishte e rëndësishme që lëndrimi ta dinte çfarë ishte thënë, por po aq e rëndësishme ishte edhe që e vërteta të dilte në pa. Kjo bisedë nxori në pa edhe një herë sa të ndërlikuara janë marrëdhëniet brenda shtëpisë. Një fjalë e thënë nga një person mund të marrë për masa të tjera kur interpretohet nga dikush tjetër. Ndikimi, perceptimi dhe realiteti shpesh nuk përputhen, dhe kjo krijon tensione të panevojshme mes banorëve. Në fund, lëndrimi mbeti i vendosur në qëndrimin e tij. Ai nuk e pranonte që të etiketohej si dikush që kishte ndikuar tek Eli. Për të, kjo ishte një çështje parimi. Ndërsa Benita e kuptoi se kjo deklaratë do të sillte edhe bisedë.